Ndërsa sot kina mrin qaq deregjet madhe, sa që dikush kur munohet do thot me praktikue një sunet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ngjitën 1 milion në lepnica. A ke pa një mjekër të vogël është? Nuk thonë e ka shlu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ke mjekrosh. Ha, mjekrosh, një etiket keqja kupton. Po masonena mjekrosh apo të mirë. Terroristi, kupton, kjo hala më e rrezikshme, që ku do të shkosh, shtinën kontroll dhe ata kontrollojnë as ka pas ka tani bumë me vetë apo kupton. Frikë mishni njerëz ato. Ose shuaj se çereki ka ardhur me mjekër për kallëzoj tina. I tutin fëmijët me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Këto janë mësimet shejtanit alayhi la'na. Do thotë i cili do thotë i shtin që me urrëtën ka me urrëtën do thotë sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. As do thotë një api suneteve çka që do thotë dietar kur dojnë me fol për shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë apo këton ti çish ke me lip shefat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur nuk je mundu do thotë mi përnga atina. A mi përnga pejgamberit? Do thotë çish mundesh mi përnga, do thotë çish akon ai edhe ti më kon. Nëse ai pas ka pas pak mjekër, po pështet edhe ti pak mjekër. Apo po nëse ai i pas ka rrit flok, po rrit edhe ti. Sigur ai që ka rrit ndonjëherë. Po nëse ai pas ka mojt pantollat e shkurta, po moj edhe ti pak të shkurta. Po nëse ai e pas ka bota një punë, po ban edhe ti. Bile një herë jetën tonë. Ha? Bile një herë jetën tonë.